Përshëndetje, me qëmë Andrej Rangja dhe problemi im ka lidhje me banesën ku jetoj, e cila është një banesë 100 vjeçare, është një banesë që është e pabanueshme, sepse nga 12 meti 2019 shkaktoi lëkundje shumë forta. Unë vetë jam i pamundur për me punu, sepse vuj nga sklerozë lumbare e shtyllës kurrizore. Kam deprimim shtyllës kurrizore dhe nuk jam i aftë për punë. Dal me muzikë në qendër të relasantit me aq sa mundem, që dal e punoj vetëm në nxjerr bukën e gojës. Jam pa nanë dhe pa bab, jam i vetëm unë. Ndihmë nuk kam nga asnjë njeri nga njerëzit e mamit dhe të babit. Përkundrazi më kanë ndihmu shqiptarët, me aq sa kam pasur mundësitë e tyre. Unë kërkoj ndihmën tuaj të jeta shqip, kërkoj një simbolizim, një hapje zemre që dhe unë të paktën të jem si të gjithë tjerët. Sepse po lahem ujë të ftohtë, banjë nuk kam dhe sëmundjet nuk më lënë që unë të punoj, nuk kam asnjë shans tjetër përveç jeta as shqip. Shumë faleminderit për ata që do më kuptojnë, kam nevojë për një banesë që po më zën. Kam një vit pa paguajtur ujtin, një vit pa paguajtur dritat dhe nuk kam mundësi t'i paguaj. Ju lutem më ndihmoni për hir të dy prindërve që nuk i kam më.